وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Ata falenderojmë, për ti fale, udhëzime kërkojmë, salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë nga libri i Allahut, nga suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke i komentuar dhe shpjeguar dhe konkluduar mësime nga këto dy shpallje me fjalë dhe komente të dietarëve të muslimanëve. Ne jemi në vazhdën e haditheve të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu rahimahullahu teala në librin e tij Al-Adabul Mufrad, edebi i veçant i muslimanëve, ku kemi marrë një varg karaktere, një varg edebe, një varg tërbije, se si duhet muslimanit të jeton me udhëzimet profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në ligjratën e xumas së kaluar përfunduam hadithin e bereqetit të shijut. E sot tani do të sjell një varg tjetër të transmetimeve Imam Buhariu, ku ka të bëjë me një bereqet të botës së kafshëve. Ndoshta ne si musliman të këtyre kohrave, sidomos kohës së fundit, nuk kemi kontakt të drejt për drejt me këtë botë, në botën e deleve, e deveve, e lopëve, e kështu me radhë, megjithse nuk kemi të shkëputur në mënyrë tërësore nga bota e kafshëve, nga se ne përdorim qumshtin, përdorim djathrat, përdorim bylmetin, përdorim mishrat e lëkurat e kështu me radhë. E të gjitha këto merren nga bota e kafshëve. Andaj, megjithse ne nuk merremi drejt për drejt, do të shohim se muslimanët e parë, dhe ka ardhur hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se një pjesë e kafshëve është më e bereqetshme se një pjesë tjetër. Do ta shohim me lenin Allahu subhanahu wa taala. Andaj kanë nxjerrë një kapitull të cilin e ka titulluar Imam Buhariu Babun innal ghanama barakatun. Kapitull vërtet delët janë bereqet. Delët janë bereqet. Fjala bereqet është fjala e përdorur në mesin e muslimanëve, edhe të jo arabëve, edhe tek ne shqiptarët përdoret fjala bereqet. Dhe çka është bereqet? Bereqet ka muhabet të dietarët e muslimanëve, por është një lloj mirësie dhe begatie e veçantë e cila i jepet njeriu kur e konsumon një begati. Andaj për shembull ta shohim në melen Allahu subhanahu wa taala se ka mundësi njerëzit me pas një shumë të caktuar të parave, mirë po njëri prej tyre ka më shumë bereqet e tjetri jo. Kjo çfarë argumenton? Se nuk është bereqeti në numra, por bereqeti është në mirësinë të cilën e përdor robi. Andaj do ta shohim pastaj me lenin Allahu subhanahu wa taala dhe me shembuj më të qartë. E ka sjell një hadith, i cili hadith është nga Ebi Huraira radhiyallahu anhu, por është fjalë e tij, është mësim i tij. Megjithse një pjesë e këtij hadithi dietarët e kanë trajtuar si hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga se ka të bëjë me disa prej shpjegimeve që janë në mundsinë e njerit të thjesht me i ditë ato gjëra. Andaj thot an Humayd ibn Malik ibn Khaytham annahu qala kuntu jalisan ma'a Abi Huraira. Thot ky tabin, thot kam qenë i ulur me Ebu Huraira radhiyallahu anhu, Humeydi. Thot dhe isha në tokën e tij në Aqiq, thot, dhe erdhën disa njerëz nga Medineja. Erdhën disa njerëz nga Medineja me kafshët e tyre dhe u ndalën në vendin e tij. Thot Humayd ibn Malik, tha Ebu Huraira, duke i thënë njërit prej tyre, shko tek nana ime dhe kërkoj prej saj që na përgatit ushqim, dhe thuaj të ka bërë selam biri jot, na përgatit diçka ushqim. Dhe ka marrë diçka prej ushqimeve të thjeshta, i ka përgatit nana e Ebu Hurairas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, dhe ka marrë ky njeriu, e ka vendosur në kokën e vet dhe ka ardhur te këto. Atëherë, kur e ka pru ushqimin, Ebu Huraira radhiyallahu anhu ka bërë tekbir.
Atëherë e kanë pyet, çka është çështja? Tha Ebu Hurajra radhiyallahu an, Alhamdulillahi alladhi ashba'ana min al-khubzi min ba'di an lam yakun ta'amuna illa al-aswadan. Dhe kjo është njohja e begatisë, se Ebu Hurajra radhiyallahu an ka qenë fukara, ka qenë i varfër. E tani flet koha pas pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur është zgjeruar pasuria e muslimanëve dhe një numër i madh i fukarave kanë bërë pasuri. Andaj ka thonë elhamdulillah, elhamdulillah, Allahu xhelle xhelaluhu shqyr që na ka ngop me bukë, na ka ushqy me bukë derisa jemi ngop. Megjithse deri një kohë ne nuk kemi pas ujë edhe hurma. Nuk kemi pas ujë edhe hurma. Atëherë kur janë largue këta njerëz, e ka këshilluar njërin prej tyre Ebu Hurajra radhiyallahu an dhe i ka thonë ibn akhi, ka thonë o djali vllau tem. Kjo është mënyrë e të shprehjes të arabëve, jo domosdoshmërisht e ka djal vllau. Atëherë i ka thonë ahsan ila ghanamik, ka thonë kujdesu mirë për delet e tua. Kujdesu mirë për delet e tua. Ka thonë largoje pluhurin prej tyre. Pro largoje pjesën e pluhurit që ka mundësi me e prek gjatë ecjes diçka prej rrugës. Pas e ka thënë atib marahaha, pas e ka thënë vendin kur i mban ato, vendin e deleve, ka thënë pastroje mirë. Pastroje mirë vendin ku i ushqen delet e tua. Ka thënë dhe fale namazin në atë pjesë. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar namazin në vendin e deveve dhe e ka lejuar në dele. Nga se delet që do ta shohim janë prej kafshëve të buta, janë prej kafshëve që do ta shohim se Ebu Hurajra i qunë edhe kafshë të xhenetit. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu an, fa innaha min dawabil janna, nga se këto janë prej kafshëve të xhenetit. Do ta shohim se e ka për qëllim mishi i tyre, do të hahet edhe në xhenet me izin Allahu subhanahu wa taala. Pas e ka thënë pasha Zotin, i cili e ka shpirtin tem në dorën e vet, ka me ardhur një zaman, edhe ajo shumë afër, që njerëzit do të jenë më të kënaqur që ta kenë një tufë të vogël deleve, se sa me i pas shtëpinë e Merwanit. Ka qenë një pallat i madh, të cilin e kanë marrë për shembull në madhështi edhe në shkëlqësi, edhe në pasuri. Andaj ka thënë wallahi ka më ardhur një zaman ku njëri pi muslimanëve ka më qenë më i kënaqur me pas një tufë dele me të cilat ushqehet dhe jeton jetën e vet në një pjesë të tokës, se sa me pas një pallat prej pallateve të njohura në Medinë. Dhe këtë hadith çfarë argumenton për një varg meselesh. E para prej tyre e ka thujt Imam Buhariu, delet janë bereqet. Tham se ne në kohën tonë smermi me dele, por konsumojmë pjesët e deleve. Pra, shumë prej njerëzve, sidomos në për qytete, nuk merren me dele, nuk i ruajnë delet. E atar që ka na përket neve me mësu kapitujt e deleve, dikush thot, as kena mujt me te i kalu, jo. Sepse na kemi thënë edhe nëse një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam s'ka të bëj drejt për drejt me neve, e pak ta e mësojmë çka ka bëu ai alayhi salatu wassalam. Pse e ka bëu ai, neve na mjafton vetëm si rrëfim. E çfarë dhunës në ta komësime, atëherë është edhe ma e vërtetuar dhe ma e theksuar mësimi i atyre haditheve. Atëherë, pse e ka thujt delet janë bereqet? Sepse kafshët të cilat ne i përdorim janë laraman. Sidomos tek arabët janë përdor devet, lopët edhe delet. Këto kanë qenë kafshët esenciale me të cilat ata janë marrë. Dhe prej tyre kanë bë kurbanin, kanë thermishin, janë kuvetu me ato kafshë. Për këtyre tri llojeve pejgamberi sa me ka veçu delën, për shkak cilësive që i ka dhe për shkak cilësisë së asaj që e jep. E andaj nga kafshët dhe këto lloje të kafshëve kemi një varg gjërash. Gjëja e parë që neve na lidh me to, cila është para se me hangër kurbani. Ne jemi të lidh me ibadet. Ne kur shkojnë haxhilerët në haxh dhe ata që nuk shkojnë në haxh thërin kurban. E kurbani me çka thërret? Me dele. Pra dele është pjesë e adhurimit. Dele është pjesë e adhurimit, sikur që është edhe lopa
edhe deveja. Andaj ne i mësojmë të hadithe se kanë të bëjnë me gjërat të cilat ne e adhurojmë Allahun me to, me therrën e kurbanit. Andaj mësohet se çfarë cilësi duhet me pas delja, çfarë lloj i pranohet besimtarit prej therrjeve e kështu me radhë. Andaj gjëja e parë prej dobive që ka bereqet ta çfarë është se ti fiton te Allahu shpërblimin e llojeve të ndryshme të adhurimeve me therrjen e kurbaneve me dele. Ti e prat delën. Tjetra, njeriu therr kurban dhe i therr 2 dele apo 2 desh apo një kur ti lindë vladi. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse Allahu e begaton një njeri me mashkull e vlad, le t'i pren 2 dele. E nëse jep Allah një qik, ne ta pren një. Që i bije se gëzimi i evladit që ta sjell Allahu subhanahu wa taala si dhurat, si shenjë falëndërimi është kurbani, ajo duhet delja. Pastaj, gjëja e tretë, në tako mish. Andaj ka thënë Ebu Hurajra, kjo është prej kafshëve të xhenetit. Atje do të hanë mish. E njëra prej mishave të mirë, të cilën do t'ja jep Allahu subhanahu wa taala banorëve të xhenetit, është edhe mishi i delës. Mishi i delës që dallimi mes dunjas dhe ahiretit është veç emni. Atje do të jetë këtë lloj tjetër. Këtë lloj tjetër sikur që shtëpia e xhenetit veç emnin e ka të përbashkët me dunjajën, por nuk e ka as materialin, as esencën të cilën Allahu xhelala ka bërë në xhenet. Andaj e treta cila hat mishi është pjesë e jetës së njerëzve. Dhe na këtu te e treta, të këtu do të bëjmë pjesë krejt. Adhurimi, therrja e kurbanit në akika për evlat. E treta, hambuk e ushqemi me mish e delës. Edhe nëse nuk i shohim njerëzit duke u marrë me dele konkretisht, ne e shfrytëzojmë ata në mënyrë të gatshme. Mu për këtë arsye ka thënë Imam Buhariu dhe ka sjellë hadithe, innal ghanama baraka. Delet janë bereqet. Se ti adhuron Allahu me ta, prej akika për evladin për ta, han buk, ushqehesh me ta. Tjetra, lëkura të ndryshme merren prej deleve. Qilime të ndryshme, te pikat të ndryshme bëhen me dele, prej deleve. Tjetra, cila është? Qumshti, nga i cili qumsht dalin një varg ushqimesh tjera, të cilat merren në bazë nga qumshti. Këta e ka bëu Allahu subhanahu wa taala në dele. Mu për këtë arsye të nderuar xhamat, ka sjell një varg hadithësh Imam Buhariu se delet janë bereqet. E do shohim pastaj se delet e kanë një veçori tjetër, se pejgambert e Allahut para se t'i bën Allahu pejgamber, jo pas pejgamberisë, para pejgamberisë i kanë rujt delet. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka vendosur tek ata kujdestar të deleve, ka vendosur karakterin e modestisë, janë njerëz të thjeshtë. Musa alayhis salam i ka kshir delet. Kur e ka ardhur Allahu xhelala dhe e ka thirr mi fol. E ka pas shkopin me të cilin i ka kshir delet e veta. Alayhis salatu wassalam. Mu për këtë arsye do të vim tek hadithet e radhës. Andaj gjëja e parë që e marrim nga ky kapitull dhe ky hadith dhe vargin haditheve është se Allahu ka vendosur në disa prej llojeve të kafshëve, prej bereqeteve shka si ka vendosur tek të tjera. Që ta shohim pasaj në transmetimin e Ibn Abbasit kur do ta bën dallimin mes deleve dhe qenve. Tu dihet i ka kriju Zoti, por njërin e ka bërë bereqetshëm e njërit ja kanë marrë atë bereqet. Pastaj gjëja tjetër që e marrim nga kjo hadith është se Ebu Hurajra radhiyallahu anhu kur takohet me këta dosta dhe i thot shko te nana ime, bani selam të na bëre pak ushqim, edhe pastaj ka ngrën buk, e ka shpej ka thon elhamdulillahi alladhi ashba'na bil khubz. Ka thon elhamdulillah që Allah na ka mundsu mungop me buk. Pse ka thon këta? Dhe se ka thon ne deri kohë afër s'kemi pas ujë edhe hurma. Pas ujë edhe hurma. Kjo çka ju jep mesazh tabiinëve, të cilët se kanë pa pejgamberin alayhis salam, çfarë ju ka thënë? Ju ka thënë se ju që këtë islam çka beshifni, ju që këtë vullok çka beshifni, o shkalu me sakrificë kjo. Na menxi me ujë në angjë. Na menxi me hurma, ujë dhe hurma e kena pas ushqimin ton. Andaj kjo argumenton çfarë? Se Ebu Hurajra nuk e ka harruar kohën e lashtë. Edhe pse tash në këtë kohë është bëu i pasur. I ka thënë Allahu xhela bereqet. I ka thënë Allahu subhanahu wa taala për të mirave të Zotit. Mirë, po çfarë ka thënë? Se herë që ka hangër bukë, por ka thënë elhamdulillah që Allah na ka ngop me bukë. Se kena pas ditë s'kena pas. Këtu i ka një mësim. Nuk e ka harruar sakrificën e kaluar, kohën e kaluar kur s'kan pas. E ma men mirë
kur me pejgamberin alayhis salam tu ditë bashkë s'kan pas me hangër. Dhe këtë kjo çfarë argumenton? Se çdo të mirë që e përdor duke e kujtuar një varfëri të kalume e ban me e shiju nimetin sot çka e ki më shumë. Kur ti thue, unë s'kam pas me hangër vallahi, ata që kam sofrën plot, elhamdulillah o Zot. E shton falënderimin, ndjesia e falënderimit më rin lart. Për këtë arsye, kabbara Abu Huraira, Allahu Akbar. Kur e ka pa ushi Allahu Akbar, se ki shumë mirë din çka është me kani varfër. Kur ka ndodh që Abu Huraira ka hin xhami, dhe është alivanos prej urijës, i ka ra të fik për urijës, ka nërë disa sahabe, ka menu që i smut. Thot Abu Huraira, une alivanosësha prej urijës, ato më bajshin rukje, tu më fri mua se mos më ka kap në jegjine. A une thot nuk isha buk me hangër, që ku që ndohë plët për njerëzve. Apo, pak i kruhet krija, e s'ta bajnë rukje, pak i dishka, e s'ta bajnë rukje. E kam bo këta gjojën ma të këtë shpërdor që ka mundet me egzistu, su sa shtë tema jonë. Thot Abu Huraira, thot unë buk s'kisha me hangër, ato më frinshin mua. Atar ju thash, buk kam, buk du me hangër, s'ka me hangër buk. Dhe kitë këtoj kër i kujton Abu Huraira, sërë që ka po sofrën e plot, ka thonë elhamdulillah o Allah që ma ki mush sofrën. Andaj nuk duhet haruar koha kur ti s'ke pas, sepse Allahu Gjellera është ta i cilit ka pasurue. Allah të ka thonë begati, ilusim Allahu që Allah të në jeb nga halal i tina, e mos të hajnë nga haramat e tokës. Kjo është e para. E dyta, falëndërimi për begati. Elhamdulillahi alladhi ashba'na bil khubz. Elhamdulillah që Allah na ka ngop me buk. Sa herë që të hajsh buk e të pish uj, thuj elhamdulillah. Andaj pejgamberi alayhis salam gjithmonë kur hante buk edhe e përfundon të çka thonte, elhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. Pejgamberi sa gjithmonë kur e krynte bukën çfarë thonte? Elhamdulillah, i cili falëndërimet janë veç për Allahun, i cili na dha me hangër dhe na dha me pi dhe na ka bo musliman. Kjo begati e madhe. Edhe je musliman, edhe ki me hangër. A ka diçka më të mirë se kjo? A mundet mu bashku diçka më e madhe sa që ti je musliman, edhe e han bukën e Zotit, e han ushimin e Zotit, që ta ka mundsu edhe elhamdulillah, e din kujt të më thon faleminderit. Apo, andaj Abu Huraira gjithmonë kur hante bukë, leje që e kujton të varfërin, edhe thonte elhamdulillah që Allah na ka ngop me ushqim. Na ka ngop. Sa për njerëz të ndëruar vëllezër, han buk, e kanë sofrën plot, laraman ngjyra ushqimesh, ama nuk thot elhamdulillah. Nuk thot elhamdulillah. Nuk e din se Allahu subhanahu wa taala e ka begatu sofrën e tij për ta testu falënderimin e tij. Allah do të thirr, ai thu falënderit, thuj falënderit, thuj elhamdulillah, falë namazin, jep zakatin e pasurisë, agjëroja Ramazan, Allah na mëson me Ramazan, banë haxhin se ki mundësit. Këtë këto pse? Për me testu Allahu xhelel xhelalu. Andaj, kjo është mësimi që ne kanë nxjerr dietarët në këtë hadith. Tjetra është se në fund e ka këshillu këtë tabiinin që të merret me dele. Andaj ka thënë, o djali vllau tem, kujdesu për delet, se delet janë begati, delet janë bereqet, delet janë ato që ka Allahu subhanahu wa taala i ka bërë edhe kafshë të xhenetit. Andaj ka thënë se duhet kujdesesh për delet, tu alargosh pluhurin, ti trajtosh mirë në vendin ku i vendos ato dhe ta falësh namazin aty. Se Allahu xhelala ka lejue në vendin ku ruan delet mu fal namazin, ndërkohë që e ka ndalue që të falet namazin në vendin e deveve. Kjo është prej gjërave të cilat i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë se këto janë prej kafshëve të xhenetit. Këto dietarë kanë diskutuar se çfarë është për qëllim me kafshët e xhenetit, nga se Allahu subhanahu wa taala neve na ka treguar në surën An-Naba se kafshët do t'i shkatron ditën e Kiametit, mirëpo nuk janë për qëllim këto kafshë. Andaj kanë diskutuar mas këtij ajeti çka është për qëllim. Disa prej tyre kanë thënë Allahu krijon dele të reja në xhenet, e disa prej tyre çfarë kanë thënë? Kanë thënë këtu është për qëllim mishi. Pra për shembull një banor i xhenetit, Allahu na mundson me babi tënë, thotë du me hang mish dele, Allah ja mundson. Ata ka thonë, fe inneha min dawabil janna. Ka thonë, këto janë prej kafshëve të xhenetit. Nëse dikush prej banorëve të xhenetit kërkon me hang mish dele, Allahu ja jep. Ata ka thonë, këshiri mirë këto, kujdesi mirë, kujdesu mirë për këto. Pastaj çfarë ka thonë? E ka sjell një shembull. Ka thonë, ka me ardhur një zaman
Dhe kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me cilën e ka cituar edhe Ebu Huraira. Ka thënë vallahi ka më ardhur një zaman ku njëri ma shumë ka me kanë i knasht, mi morë një copë dele, me jetu vetë, me adhuru Zotin e Madh subhanahu wa ta'ala, me i ba adhurimet e veta, edhe nëse e ka mundësi me ba palate. Ka me thonë jo, si du palatet. Dhe kjo dhe çfarë argumenton? Këtu kemi një mësim tjetër, që njerëzit sot në këtë kohën e kapitalizmit, në kohën e socializmit, në kohën e dinamikës së pasurisë, në kohën e shpejtësisë së pasurive, ku njeri do në me bë parë shpejt, ku njeri do në me bë milioner shpejt, ku njeri do në me bë pallate shpejt, kanë haru një sen. Se kitë këto bëhen për çka? Po mu ka rahat. Nuk bëhet shtëpia për mësë më bë rahat. A keni bë një njeri me thonë, jam të ndrejtë që një shtëpi të shqetësona. E s'ka çështu. Jam të marru një shtëpi, inshallah Allah i më çon nishin probleme. S'ka çështu. E marron një shtëpi për nëse pas probleme, marron një shtëpi për me ka rahat. Andaj shiko, Ebu Huraira na ka tregu prej në atë kohë se do të vjen një zaman, e që është para kiametit, çfarë do ndodh? Ka thonë njëri bi muslimanëve, ma shumë ka me pas dëshirë që pasurinë e vet ta kthen në dele e të jeton rahat, se sa të blejmë pallate, dhe ka mbor shembull i pallate të njëri prej banorëve të atij zamani. Andaj të nderuar xhamat, para se me vrapue për shtëpia, para se të vrapojmë për pallate, para se të vrapojmë për grehina, para se të vrapojmë ne mi ndërtue shtyllat e forta të shtëpisë, të vendosim shtyllat e qetësisë një herë. Ti ai rahat, ai i qetë, ai ki punë të mirë me Zotin e Madh subhanahu wa taala. A mos i ke bë dikujt zullum? A mos ja ke zon kamën dikujna? Këtë këto të ndëruar xhamat janë më me rëndësi se sa shtëpia jote, më me rëndësi se pallati jot. Andaj çka tha Ebu Huraira, wallahi, betojmë në Allah, ka me ardhur vakti kur njeri me parët e pallatit ka me thonë jo, bëmi do dele. Dhe pse tash për shembull sot shumica për njerëzve, sidomos njerëzit të qytetit, pra kanë një lloj krenarie, do të smina me dele. Ndërkohë që pejgamberi alayhis salam është marrë me dele para pejgamberisë, jo mas pejgamberisë. Musa alayhis salam është marrë me dele. Daudi alayhis salam është marrë me dele e kështu me radhë. Andaj qetësia, çka të ofron delja? Ka ndonjë dietarë në komentën e hadithit. Ai i cili ruan delet, zakonisht është i qetë. Zakonisht është i qetë. E ka kokën e ulur, hyr delet e veta, si bën probleme. Zakonisht vetë duhet kullota e tyre është e thjeshtë, i shlon me hangër, i mbledh e kështu me radhë, dhe të mirat që ka osin janë shumë. Dhe tani ta bëjmë një krahasim të ndëruar xhamat. Njeriu e ndërton një shtëpi, e krijon një familje, apo dhe marrin ata s'ka asnjë lloj harmonie. Probleme ditë për ditë. Shqetësim i madh, bezdije madhe, ftohësi e madhe. 1 milion euro shpijen, akull mrena. 1 milion euro kapital, asnjë lloj harmonie. Kjo çfarë argumenton? Se diçka është bëj investimi gabum. Diçka s'ka ki dhez, so këtë kodi komplet, si të di shifrën komplet. A dhe ka thonë Ebu Huraira radhiyallahu, pasha Zotin e Madh xhelle xhelalu, i cili shpirtin ta me kondorën e vet. Wallahi një musliman mi mor do dele, e me jetu vet, është për qëllim qetësia. Dhe këto hadithi kanë komentuar dietarët me kohërat e fitneve, kur njeriu s'di, e shati për shembull musliman cop-copa bëhet, fitne të mëdha, ku njeriu nuk e din më kush me kanë. Atëherë çfarë ka thënë? Ka thënë alayhi salatu wassalam, ibadeti në kohën e fitneve është sikur me bë hijret të une. Shiko, ibadeti, pra mu përvesh namaz, mu përvesh në ibadet, mos më morë me njerëzi. Në kohërat e fitneve, mjegullirave të mëdha, me morti me vetën tane, me morti me ibadetin dhe adhurimin tanë, duke kërku qetësien në lidhen me Zotin e Madh xhelle xhelalu, është si me bo hijret e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë qetësie ka njeri kur shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nëse kena pa në dunjë, Allah na mundson me pa në ahiret ya rabbul alamin. A dhe çfarë qetësie kanë pasur njerëz që kanë jetuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ngjajshme i ndodh atij i cili i përkushtohet Zotit Madh te bareke ve teala. Andaj, çka ka thënë këtu Ebu Huraira? Ma mirë është investim më bon qetësi. Qetësi më bon qoftë ndele, që ti mi kullot ato me mort mirën e atyre që i përmendëm. Për tërë është kurbani, akika, mishi, lëkura, e kështu më radhë, prej gjërat të mira të cilat i jep qumshti, djathi e tjerë për bilmeteve të ndryshme, këtë të mira ti jep delja me pak investim. Andaj ta kërkojmë qetësin, mos ta kërkojmë materialen. Njerëzit thonë, e kam bo shpijen, çfarë temele kam nuhe, këtë hekër o kjo.
Kitë hekër o kjo, po i bëhe dhe ti hekër. Dhe ti mos të leshenjë kur gjo. Foli murit, foli atina, shka e ka bli shpije, njësoja. Foli njësoja. Po të qyrë pa shtilën e madhe, shtila shumë e madhe. Po butësi s'ko mënena. S'ko njerës të se duhen mënena. S'ko njerës që kanë harmoni mënena. S'ko shpije shpras pa misafir. S'ven kërkush aty. Dhe kitë kjo çfarë argumenton? Atë që ka e ka thonë Ebu Hurajra. Ma mirë me një copë dele, rahat. Rahat, kërkone rahatin. Mos i kërkoni shtëpitë e mloja. Kërkoj rahatin, nëse je rahat. Wallahi ti Allah ka dhënë shumë mira. Wallahi me ta dhoni pallat të madh ti si rahat, çka duhet ajo. E lutim Allahun xhelal që Allah të na jap rahati në shtëpitë tona, familjet e tona, evlatët e tona. Na mundson Allah me hang pi halalit larg haramit. Hadithin e radhës që e ka sjell Ebu Hurajra radhiyallahu an nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose pejgamberi alaihi salatu wassalam i ka thënë Ummu Hanit radhiyallahu anha wa ardhaha, i ka thënë ittakhidhi ghanaman fa innaha baraka. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka është drejtuar një gruas. Para në gruas i ka drejtuar Ummu Hanit. I ka thënë merr blej dele, se Allahun to vendos bereqet. Merr blej dele, se në to Allahu subhanahu wa taala vendos bereqet. Pastaj ka thënë Imam Buhariu kapitull Babul ibilu izzu li ehliha. Ka thënë kapitull delet janë krenari dhe lartësi e pronarve. Tani kemi të bëjmë devet edhe delet. Delet janë thjeshtësi, a devet janë lartësi. Arabët në të kaluarën, sikur që sot do ta marrim shembull normal veturat. Arabët kush ka pas deve o këshirë ndryshe. Ka thonë kjo pasanik i madh. Kjo ka deve, kjo i madh, kjo pasanik. Andaj devet janë trajtuar si krenari e familjes. Kur ka pas deve, sikur sot njerëz për shembull kur kanë vetura ma luksoze, njerëzit ndryshe këshirin. Kalon për një shtëpi, kisha një veturë të madhe, thotë, "To janë njerëzit mëdhoj." Çashtu njerëzit këshirin. A i madh, a bubraca janë mesele tjetër. A ka mundsi bubraca ka hip në Range Rover, ajo në mesele tjetër. Ajo ki tjetër, ama njerëz ashtu e këshirin, thotë, "Çfarë farkëre ka? Çfarë shtëpi ka?" Arabët e kanë pas me deve. Si ti ka pas deve dikun, ka thonë këto kanë parë shumë. Këto janë njerëzit mëdhoj. Dhe këtu ka ardhur një hadith nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thotë Abu Huraira radhiyallahu an, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë hadith: "Ra'sul kufri nahwa al-mashriq." Ka thonë koka e kufrit vjen prej lindjes. Lindjes këtu e ka për qëllim nga se lindja dhe perëndimi në kohën e pejgamberit alayhi salam me çka u mat, me qabe. Me qabën, jo me codit. Sot lindja dhe perëndimi matët me perëndimin. Çka lindje për perëndimin o lindje për dunjaja. Çka perëndim për perëndimin o perëndim. Mirë po në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, çka o kon perëndim për qabën o perëndim. Çka e djathta e majta për qabën, çajo është perëndimi dhe lindja. Lindja në kohën e pejgamberit alayhi salam o kon ana e Persisë. Ana e Persisë. Aspahan dhe Andej. Pika del dëgjalli, runa Zot. Prej qanej ka thonë ana e lindjes. Ka thonë alayhi salatu wassalam, koka e kufrit vën piçanera. Ane, nga se kanë qenë njerëzit mat ashpër në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët e kanë ngris letrën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ja ka thënë pejgamberi letrën pranon Islamin, ai pari ty në krijetari kur e ka marr. Ka thonë kush ka thënë këtë letër? Muhamedi alayhi salam. Ka thonë ky arabë, ky arab, po e ka morë e ka gris. Mazzakallahu mulke, ka thonë alayhi salatu wassalam, Allahu ja gris pushtetin dhe ja ka gris. Allahu ja ka gris pushtetin dhe ja ka gris. Allaj Persia dhe një pjesë e madhe asaj është llogarit lindja. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kufri vjen piçanena. E piçanë kanë dorë shijat, rafidit, të cilët i shohin shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kit pi asaj dhe prej asaj anë vjen dëgjalli, për të cilin ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë: "Wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayl wal ibil." Ka thënë krenaria, lartësia, mbajtja më të madh është te ata që kanë deve edhe kuaj. Pra ata që kanë pas deve edhe kuaj, jo llogarit se janë njerëzit të mëdhoj. Se kur ka hip mkali, ka zonë vetën të madh dhe deve është ala më e lartë. Andaj ka llogarit njerëzit të zot kanë zotnuar kësi deve, ka llogarit njerëzit që kanë pasuri. Pastaj ka thënë: "El-faddadina ahli al-wabar was-sakinatu fi ahli al-ghanam." Pra el-faddadina zot kanë shumë deve. Ja llogarit njerëz me pasuri, njerëz me lartësi.
Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, e qetësia është e ata që ruajnë dele. Pra te këto alartësia, e qetësia është e ata që ruajnë dele. Gjithmonë bejonzam qetësinë, thjeshtësinë, bereqetin e ka lidhur me delet. Se veti ka rujt pejgamberi alayhi salatu wassalam, veti ka rujt delen. Dhe Allahu në mesin ku njerëzit mas shumë t'ja krenu me deve, Allahu ja ka mundsu pejgamberit alayhi salatu wassalam para pejgamberis me largu pi deveve, me rujt, me ja mundsu me pos dele. Për çfarë arsye? Që ta bën modest. Sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith për çka e ka nxjerr Imam Buhariu? Për treguar se besimtar nuk ka ndaluar me pos deve, as kali, e tash në kohën tonë nuk e ndaluar me pos kerrën e madh, kerrën e shtrejt. Por është ndaluar me majt vetën me të madh. Me i nënçmuar, ke hip një kerr më të nalt, edhe këshira xheposh dhe këto bubrrecat. Ka mundsi ti bubrreci. Ka mundsi ti bubrreci. Andaj ka thënë sallallahu alajhi wasallam, kemi përmendur hadithet se mendje mëdhej të ringjallën ditën e Kiametit si bubrreca. Mendje madhe, kur kush nuk e don mendje madhe. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka parë një ditë ditëve një sahabi i cili u nis luftë me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ka hip n'kali, e ka lidh shallin, në arab çështë kanë pas zakon, e ka lidh shallin, ka hip n'kali dhe krenari e madhe. Keni pa disa njerëz as luftë nuk ka, në çajtore ka dalë hec sikur mu ka të shkon luftë. Otin çajtore të shkuar. Kafe kimë bi, mos ta shit ti neve krenarin e Khalid bin Walidit. As të Ebu Ubejdes, ti të shkon çajtore me pi. Çka heci me kon i hip n'kali. E ka hip një sahabi kështu edhe ka hec me të madh. Dhe pejgamberi ka thënë sahabëve, a bëshirni çeta, çish po hec? A bëshirni me çket krenari çka po hec? Ka thënë pasha Allahun, nuk urren Allahu donit ecme më shumë se ç'kjo. Përjashtoje çketan se ka hec ato hec rrugt Allahu xhelel xhelalu. E ka përjashtu pejgamberi sa kon të luftojnë rrugt Allahut, ka thënë Allah shumë e urren me hec kështu. Ama këti s'ja zën për të madhe se ato hec se është kasafi Allahut, kasafi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka rreshtat e Zotit xhelel xhelalu. Ama mu kon tjetër çka, s'ka diçka më të rrethur. E ti që i çon kratë dhe heci ka padai, ku i të shkuë? Ha? E nal, ku i të shkuë vëllai? E pa e shiru këtë shkupin. Jo që një kafe të api. Po ule më në kryen, ule pa kryen. Ule kryen se në kafe i të shkuë. Se kish liru as Irakin e as kur qas as Medinën. Kur qas kish liru. A të shpijën tanë kanalin pa postan televizorit që një andron. Sikur më kanë Khalid bin Walidi. Andaj ulu. Qka tha alayhi salatu wassalam? Kenaria të deve dhe kuajt, a qëtësia të delet. E pse e ka përmen këta? Se unë jam me qëta tjertë, unë jam me delet, unë jam me këta shkarujnë dele, unë jam me njërës të qetë. Andaj Muhammed alayhi salatu wassalam e ka urry edhe atë shka mundet natyrshëm mu të kriju e prej lartësijës, se ka dash pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj djetar ka thonë, jo që ndalohet me pas kuaj, as ndalohet me pas deve, mirë po pejgamberi sa mi ka kallëzu, kujdes. Andaj shpesher ju ka thonë sahabeve, kujdes për deveve, se këto e kanë inatin e madh. Këto e kanë inatin e madh. Andaj shpesher i ka këshillua, i ka thonë, kur të hani mish deve, merrni abdes, se këto janë pizarmit, inatin e kanë të madh. Merrni abdesin, fladit në pak vetën. Apo? Andaj sa njerëz mi thonë, fladit e pak vetën, Allah. Shumë kanë nxe, ka akull, merë do akull, në e ka gjiksi. Sidomos ata të cilët shkojnë para pasqyrës që ju duket vetja Khalid bin Walida, edhe Ebu Ubejde ibn Jarraha. Kujdes pak, fladit e vetën. Shko pak, merë ujë, qëtësoje. Se kur gjanë dunja për këtë fejës ki bo. Asni çlirim të vogël se ke bo. Ma kujdes. Njerëzit kanë shiru shtete edhe i kanë ul kokat. Muhammed alayhi salatu wassalam natën e kanë përzan, ditën e ka shiru Mekën. Ajo çka merret me zor, kthehet në mënyrën më të mirë te veni i vet. E kanë përzan natën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë detyruar natën me ik, ka ardhur midis ditës e ka shiru Mekën. Sallallahu alaihi wasallam, thot transmetuesi, wallahi e ka ul kokën më poshtë se sa kafsha e tina. Prej modestisë të madhe, alayhi salatu wassalam. E njani për neve, këpuc të veta i ka dhurat, krenohet me atë të hec me thuti se as ato si ka të bleme. Krenohet, babavetja ka ble, krenohet me krenimin e Khalid bin Walidit që kanë morë pjesë, ka por me 5.000 beteja. Andaj, shiko për nësën ka thënë, kujtes, ani nëse e ki kafshë, ma kujtes mës t'jape kënarit të prume. Kjo është prej hadithe që e kanë zirë Imam Buhariu në këtë kontekst. Tani kanë zirë një hadith tjetër nga Ibn Abbasi radhiyallahu an, ku na ka sjell një shembull dallimi çish është bereqet. Dhe përmendëm fillim të ligjëratës. Çka bereqeti? Bereqeti është
mirësia e përdorimit. Ti mundesh mi pas parë apo s'mi përdor. Andaj thonë njëri çishum henën, çështu mdolën, çashtu s'ka bereqet. Baraka kur devja kafsha ulët edhe i zek kamp në tokë, i thënë baraketi dabba. O ul kafsha në tokë mirë. Pra komplet me kamp, me duru ka ul. Ka zonë vend. Kur zonë vend diçka i thënë arab bereqet. Edhe që kjo është pastaj o përdorë dhe në pasuri. Apo, çka thënë ana? Parja me zonë vend. E përdori njerëz nga sa e kanë mësuar nga Islami. Çka me zonë vend me pas bereqet? Andaj duhet me lut Allahin kur të ta japë rrogën, thua Allah shlëm bereqet këta. Se ti mundesh mi morë 1 milion, edhe çashtu 1 milion ikin. Sa njeri pi haramit i fiton, në haram i harxhon. A ka mundësi dikush në halal i fiton, ka bereqet ta e ma familjen. Andaj duhet me lut Allah për bereqet. Çiket bereqet, shumë për njerëz nuk e kuptojnë. Na e ka sjellë Ibn Abbas radhiyallahu an për ta kuptuar me një shembull praktik, që këtë dim me 2 kafsh e ka sjell. Thot Ibn Abbasi nga Ikrimeja, nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot ajibtu lil kilabi wash-sha. Do jone këtë shembull që e ka sjell Ibn Abbas radhiyallahu an. Thot jam çudit dhe e meditoj shumë bereqetin që ja ka dhënë Allahu një kafshës e një kafshës e ka marrë. Ka thonë këshirni delët edhe këshirni qend. Si cili për neve ka po edhe delën edhe qenin. Apo shiko çfarë shembulli, dhe Allah e ka sjellë ta shembull praktik. Sa herë që ta shifsh qenin të kujtohet kjo. Sa herë që e shani delë të kujtohet kjo. Thot Ibn Abbasi, djali i Haxhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot jam çudit me qend edhe me delët. Si ka kriju Allahu, tu dia ti ka kriju Allahu, ama do i ka bot bereqet me dojo. Çfarë thot? Inna sha yudhbahu minha fi sanati kadha wa kadha. Ka thonë sa i përket deleve, prej tyre therët kurban, në gjatë vitit therët sa? Me mija. Sa therët kurban? Sa ko musliman? Në haqë, gjdo haji i cili ban haqë të metu, e therë minimumin një kurban. Do më dhe nëse janë 3 milion haji, 3 milion kafsh therën. Vesh në haqë, vesh në Mekke. Po në dunja që janë 2 miliard musliman, sa dele therët? Me miliona dhe miliona. Miliona dele therën. A dhe ka thonë Ibn Abbasi, këshirë në delën, në ta gjatë vitit therën me mija dhe miliona dele. Wa yuhda këdha wa këdha. Dhe për kurban të ibadetit therët shumë. Nëse së therë për me hangër misht, therë për kurban. Ja e therë për kurban të haqit, ja e therë për kurban bajram, ja e therë për kurban se i ka lindë e vlad. Njona pitrijave. Ka thonë, sa është numri këtënve? Shumë. Kur kush nuk e di, sa është? Për është ka mojë statistika. Ka thonë, wa sha aktharu minha. Me gjithë se therët për kurban, e për akika, e për haq, edhe për misht delja, prap mesin ma shumë dele se sa qend. A mesin ma shumë prap dele se sa qend. Pas e ka thonë, wa el kelb të dha'u el kelbetu l'wahida këdha wa këdha. Ka thonë këshire qenin, edhe numrin ma të pak të ka, kurban nuk therët qeni për kurban. Allahu Gjellola ka nënçmue një krijes që nuk mundet me e plëcu këta. Nuk therët qeni për kurban. Ka thonë jetë qeni ma pak numër, me gjithë se miliona therën dele. Ka thonë dhe këshirën edhe një qudi tjetër. Gjdo dele, kur lind, e lind një dele. A gjdo të qenë, kur lind, i lind disa qenë. 5-6, 7-8, dhe në 10, e ma tepër. Një qenë i lind qëkat. Ata që kam virën hin, kije në YouTube, në dokumentare, këshirët një qenë sa i lind. Edhe këshirën një dele, delja lind një. Shikojmë një ambazë ka thonë, që kjo nga bërë qeti. Delja lind një, qeni lind 5. Delja therët kurban, delja therët për mish, delja bëhot ka akika, delja therët për haq. Dhe prap maskit të në thermeve, dele ka ma shumë tokë se sa qenë. Me gjithë se qeni lind shumë, e delja lind një. Që shpjegohet, Allahu i ka thonë bereqet. Andaj ka thonë Ummuhanit i të khidhi ghanemen. Ka thonë, o Ummuhani, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, merë dele se Allahu t'jep bereqet. E tani të ndëruar xhamat dikush thot, o xhona, se kina njet me mordele. Kur kujna se në t'i thonë me mordele? Nuk i të thonë kur kujna. Po na diçka tjetër po duhet me kuptu të ndëruar xhamat. A jemi të kërku bereqetin a parët?
Çka duhet be ti o vëlla Bitcoini kur ta ka prish zemrën? Kështu, ta ka sinti ka prish, nervoza në qill. Pse çka duhen ba të parë? Zënë u bën miliarder. Zënë u bën me dhe. Pika në zemër tra. Çka duhen ato vëlla? Pika në zemër, trunin ta sulmon, zemrën ta sulmon, ta ngushton. Do të më shku me në stand, pastaj më çel ta marr, mi hap kanalet. Nuk duhet vëlla. Wallahi me andaj çka tha e Buhariera, wallahi pak dele. Me rahati te i ba Allahu te ibadet, amma e khajri se pallatet e filanit. Ma e khajrit, andaj shiko. Ibn Abbas e ka sjellë këtë shembull. Dele ka shumë, dele therrën shumë dhe dele jesin shumë, edhe dele alin një, se ka bereqet. Andaj ti e sheni njëri për shembull me pak parë kalon muin, o rahat, ka ushqim, ka veshmbathje, o rahat. A tjetri thot, a e disa parë ti marrë gjo 4 qiraja që ati, 7 qiraja që tu, qatë duqan që gje, që ta e kam dhonë me këtë dytë, edhe në fund, nuk mënije të gjo, o së mënije dhe dhe, qaj të dash me mënije? A mund është me në kazuve, qaj të dash me mënije? O dhe, po ti 1,70 m veje, qaj të lipo? 1,90 m maksimum, sa kile i kije? 100 një papsh, shka duhen gjitha të miliona, kujti quë? 90% asaj kemi alon trashëgimtarve. Andaj ka thënë poeti, vrapoj njerëzit për këtë dunia, jalojnë trashëgimtarve. Ti të punu për trashëgimtar ta. A e diti se këtë në atë mund çka i të dhon? Këtë atë mund çka i të dhon? Shumicën e asaj ta morin e vladët. Ta marr trashëgimtari. Andaj ma kujdes pak, lipe bereqetin. Thuaj Allah shlon bereqet. Japëm qetësi. Japëm ta shfrytëzoj me të mira këtë pasuri që ma ke dhënë. Çka duhet ti gjithat pallat dhe atë ngrehin me e pas, gjithat shtëpi të madhe me pas, nëse ti si rahat të shtëpia. Andaj shiko, ne ka sjellë Ibn Abbas një shembull. Zoti ka bërë edhe delet edhe qend. Qenia therrët kurban? Jo. Këti thonë largoju. A delja therrët kurban? Me miliona therrën kurban. Prapo ma tepër, prapo ma e dashme, edhe cilësinë e ka më të mirë. Andaj te rroga jote, te fitimi jot, nuk është ndaluar me fitu të ndëruar xhamat. Këti jemi të thirrë me fitue. Allahu xhelola kur na ka bëu obligim me ardh në xhumë. Idha nudiya lis-salati al-jum'a, kur thirret namazi i xumajës, fadharul bay'. Lene ka thonë Allah i pazarin, nale pazarlëki, nale tregtien. E mirë, që ka thonë kur të sosët namazi? I njëti zot që ta ka nalë që është pazarin, e kam shil, i njëti zot thot, e kur të kryet, fantashiru fil ard, për hap në hecni në tokë, wabtaghu min fadlillah, dhe kërkon e mirësien Allah, ani ban tregti, qele duqanin, lipe halalin, ama lipe bereqetin. Jo vesh të mirës numra, se ka mundësi numra ki shumë, por ahati s'kije. Andaj shka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, i tha Hanit, i tha mari delet se Allah t'je bereqet. E qëllimi është të bereqeti, qëllimi është të harmonia, qëllimi është që ti të reshrat. Çka duhet një pazar që ti ta hup namazin? Çka duhen do parë që ti ta prishin zemrën? Çka duhen do parë që si nxjerrët zeqati asaj pasurie? Çka duhet një parë që s'çon hax? Çka duhet një parë që si ja di fukarajë dhe nuk e nimon kërkan? Çfarë po duhet e parë? Çfarë po duhet? Por me ta plotsu ti egon, por veç ti me pasa. Apo, jo, që ashtu ta dëshirojna. Nuk ta dëshirojmë një pasuri kur ti veç vetë ki me hangër, po një pasuri e cila të banë musliman, e di me di xhamien, e di zeqatin, e di fukarajan, e di musafirin, që e pasuri po, inshallah Zoti që ato i shton, ama këto tjera të sot i bëjnë njerëzit egoista, kë nuk është pasuri e bereqetshme. Pas e ka si një varg hadithe tjera, të cilat do ta argumentojnë edhe më tepër bereqetin e pasurisë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala të na jep bereqet në pasuritë tona, na jep bereqet në pagat e tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti on xhelel xhelalu na mundson që të jetojmë prej halalit, mos të hajmë prej haramit. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala i mundson muslimanëve që të udhzohen me Kur'an, që të zhvillohen me Kur'an, që të ndriçohen me Kur'an. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti on xhelel xhelalu na mundson që të jetojmë me urdhat e Allahut subhanahu wa taala larg ndalesave të Zotit xhelel xhelalu. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu musliman këtë që Allahu të ndihmon fukarat, skamnor, nevojtar, bonjak, jetimat të vetë, që Allahu t'i jap nga mëshira e tij dhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.